Komuna e Bogovinës në krahasim me komuna tjera rurale, veçohet me faktin se gjithmonë ka pasur aktivitete të shumta sportive, krejt fal funksionimit të disa klubeve që tani më kanë traditë të gjatë, duke filluar nga klubi i volejbollit Liria e Zherovjanit, klubet e futbollit Drita, Piroku e Kamjani, klubi i atletikës Kamjani, klubet të karates dhe disa aktivitete tjera, përfshirë dhe turnet në futboll. Shumë aktivitete të këtyre klubeve, por dhe infrastrukturës sportive janë përkrahur dhe nga komuna e Bogovinës, normalisht aq sa ka pasur hapësirë dhe mundësi. Unë sportin jam duke ndihmuar, siç përmenda salla sportive që ndërtohet atu në Bogovinë, nga thirrja e parë e qeverisë, që është ka fundi është ky projekt për të përfunduar, klubet futbollistike që gravitojnë në komunën e Bogovinës, edhe ato private, edhe këto të tjerët i ndihmoj, do thot çdo vit me participimin që e bëjnë, me harxhimet elementare. Çfarë kemi mundësi, do thot të gjitha klubet. Veçanërisht në varet pagesën si e bëjnë, varet kategoria kusht. Liria është volejboll ligën e parë merr më shumë, të tjerët ligën e 3, 4 kështu me radhë, do thot kryesisht i ndihmoj të gjitha klubet sportive në komunën e Bogovinës. Në bazë të mundësive të cilat. Në bazë normalisht në bazë mundësive që kemi. Kujtojmë se në rajonin e komunës së Bogovinës aktualisht funksionojnë stadiumet e futbollit në Bogovinë, Kamjan dhe Pirok, ndërsa nga objekte aktualisht funksionojnë salla e sporteve Kamjan dhe ajo e Zherovjanit, pritet të riparohet, ndërsa pritet dhe ndërtimi i sallës së re sportive në Bogovinë.